mirësia e afatizimit. Mirësia e afatizimit. Allahu te barek ve taala po të afatizon. Aja që ta mundësim në Ramazanin, aja është në kuptim përgjithshëm e të shpërblimit. Jo, afatizim. Në adim që, për shembull të ndërozër, të kish me dek dikush, me nejtë ashtë, para 10 vjeti. Qysh i kështë pas mëtë? Nështë asë sekund të u falë. Nështë sekund të u falë. Nështë asë sekund të agjeru. Alhamdulillah. Kusht ka pështu? Allahu Azza wa Jall ka pështu i afatizimin. Andaj, njerëzit të ndërëzër nuk e vlerësojnë afatizimin. Për këtë arsye Allahu Xhallahu e përmend në Kur'an se ky është mashtrimi më i madh që ndodh njeriu. Ja ju el-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. O ti njeri, çka po të mashtron ty në raport me Zotin? Që s'po kthehesh, që po e përgjum zemrën, çka? Pyetje. Dërsa dietarët e përgjigj kanë thonë, sikur se kemi përmend shumë raste, kemi dhënë nga xhallarët, ajo që e mashtron njeriu është shtyrja e afatit. E kupton se ka vakta. Nëse këtë është më afat. Këtë është më afat. Një nga sahabët e pejgamberit sallallahu në luftën e Bedrit ka qenë kundër Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ka qenë kundër pejgamberit alayhi sallam. Pastaj në luftën e Uhudit u musliman. E ka pështu Allah i madh për paka këtë në Bedr. E ai kur e ka kuptuar çka ka pas mundësi me e gjetë në Bedr, me dek, në Safa, të armikut duke tentu me luftu pejgamberin, që më dënë kremat madhë. E ta një jetën, sa ka qenë gjallë, sa ka qenë gjallë, kjo ka qenë Hakim ibn Hizam, radiallahu ta'ala anhu. Hakim ibn Hizam. Ta një jetën ka thonë, për shamu ku bëke be, po ose jo, në themi jo Allah i s'moj. Po vallaj do të vi, për shamu, po vallaj. A i theke, jo pasha ato që më ka pështu ditën e Bedrit. Kurse ka harruat ditët. Ma ka dhonë një mundësi edhe, e kom shqytu se për pak e shtë shkuva. E qështu kur të kujtësh zemrës do kohëra, u ke mujtë me shku, apo e qysh ishe shku, thush, jo pasha ato që së murë që atë ditë, apo se kush e di që e një me mua. Kujtej që ta, kujtej. Nësës ne ka i kujtes të na kena kujtet të lëshme, kjo e në gjohë zemrë të unë.